prill mbajnë zgjedhjet për drejtuesin e ri të Partisë Demokratike, ose zoti Berisha sigurisht do jetë kandidat sepse ai ka thënë që nuk largohet, dhe mund të ketë dhe kandidatë të tjerë. E para, duhet që zoti Berisha të kandidojë sërish për kryetar të Partisë Demokratike? Ky është momenti për diskutuar për parimet, dhe unë po diskutoj për parime. Po për parim po them dhe unë. Unë nuk ky në asnjë emër. Pasi të diskutoj me demokratët dhe të flas, do t'ju jap përgjigje të plota për të gjitha, po themi, shqetësimet e dilemat që keni. Jo, e kam fjalën për parim. Në statut është shkruar që kryetari që u mbet zgjedhjet ikën. Në momentin që do të kem përfunduar takimet dhe do të dëgjoj demokratët, do të kem qëndrime të plota për të gjitha çështjet. Tani po çfarë bëjmë me këtë intervistë që thua që kur të vim prilli? Intervistën nuk e kërkova unë, ju e kërkuat dhe unë po ju përgjigjem këtë, kam të përgjigje. Jo, po ju me zor nuk u ka marrë intervistë, me dëshirë ke dhënë po jep intervistë. Patjetër, po përgjigjet e mia janë këto. Ju mund të gjykoni si të doni. Jo, më këpusin shpirtin këto, zoti Saliani. Ti ky s'ka emër, ky në prill do flas atëherë, si do fitoni ju kështu me kur keni përballë Sali Berishën? Nuk ka asnjë problem, ne do fitojmë duke bërë Partinë Demokratike parti fituese, ashtu siç e kërkojnë demokratët. Po ju vetë do garoni për kryetarin e Partisë Demokratike apo edhe këtë në prill do ta thoni? Ky nuk është momenti për shfaqur ambicie, unë po ta them, ky është një moment për të dëgjuar demokratët dhe për t'u thënë ato parime që unë ju thash, që mendoj që do luftojmë për t'i arritur. Ky nuk është momenti për shfaqur ambicie. Unë mendoj që gjithë secili duhet i tërhequr nga ambicet për të arritur në një përmirësim të Partisë Demokratike dhe në bashkimin e Partisë Demokratike dhe në pas në hapjen e Partisë Demokratike. Në datën 22 do mbahet protesta e madhe, paktën ka lajmëruar zoti Berisha në konferencë për shtyp sot. Ju thati gjë të saktë, se nuk i thatë tëra gabim, jo, keni thënë dhe gjëra të sakta, që falë kësaj lëvizjes tuaj, u morën të lëvizi pak Partia Demokratike. Dhe kjo protesta duket ta shiqari që po mbahet pikërisht pse po bëni ju këto lëvizje, për hir të vërtetës. Këtë duhet ta themi. Ju do jeni në protestë? Apo edhe këtë ta thoni ditën e protestës? Patjetër, në çdo protestë që bëhet kundër qeverisë unë do jem. Se më ngrive gjakun. Ervin, po të thoshe, më fal, po të thoshe do ta them datën 22, e di çfarë do thosha unë, u përgatita të thosha, Ervin, dështove. Po ta them tani, do të jem protestë dhe në çdo protestë. Kam kërkuar i pari protestën dhe më vjen mirë që Partia Demokratike tani kryesia ka arritur në të njëjtin qëndrim që Edi Rama kërkon që të përballet dhe situata kërkon që të përballemi me revoltë fort për gjithë korrupsionin që ka ngritur në sistem. Pse do ikë Edi Rama? Kështu që do të jem pa diskutim. Pse do ikë Edi Rama, që mblidhen aty 100 veta, janë 22, mblodhen 5000 veta. Po pastaj? Tani unë nuk po them këtë, unë po them që ne duhet arrijmë të frymëzojmë të mbledhjem siç shiku kryeministrin në Bullgari, që dolin gjithë qytetarët në shesh, apo siç ka ndodhur në Serbi që kryeministri iku, ju e dini. Po mirë, këto krahasimet me shtete që nuk ngjajnë fare me Shqipërinë nuk shkojnë zoti Saliani, se ju jeni dhe politolog dhe ju e dini çdo me thënë një protestë në Serbi dhe në Bullgari dhe një protestë në Shqipëri. S'ka lidhje fare. Unë këtë jam duke thënë që ne kemi të domosdoshme që të frymëzojmë njerëzit që protestat jenë masive. A jeni takuar me zotin Berisha këto ditë që pasi keni ndërmarrë? Kemi qenë dje në mbledhjen e kryesisë. Jo, a jeni takuar tet-a-tet kam fjalën? Jo, nuk kam pasur. Pa ai tha nuk më ka takuar zoti Saliani siç më takoi Ilir Ali Mehmeti. Po pra, dhe unë po them të njëjtën gjë që kur të kem, po themi kur të jem në momentin që do të kem diçka për të diskutuar në raport me një dokument që do të kem, do të diskutoj ato në forume. Në këto momente nuk kemi pasur, po themi, arsye për t'u takuar. Pra ka qenë kryesia ku kemi diskutuar dhe kemi biseduar gjatë, 4 orë gjysmë dje. Po më përpara ju kishit bërë bisedë me zotin Berisha, ja kishin shpesh e ka thënë, të lutem se bisedat private domethënë në kuptimin që nuk kanë qenë publike, po e ka thënë vetë zoti Berisha, kemi qenë komunikim të vazhdueshëm, kam folur shpesh dhe kemi diskutuar shpesh për gjitha këto që edhe po i them tani. Ndërkohë, zoti Saliani, ju në këtë turin që keni ndërmarrë, keni bërë në Durrës dhe në Gjirokastër, deri në datën 22 do ta vazhdoni? Unë do të vazhdoj të bëj takime me demokratët në çdo moment, në çdo kohë. Kur e keni agjendën në takimin më të afërt? Do të brenda që këtë javë, pra pasi të mbaroj, po themi, telefonatën edhe bisedën me ju, do të diskutoj për takimin që mund të jetë nesër ose pas nesër. Ku, në cilin qytet? Besoj në Elbasan. Në Elbasan. Aty e pas këtë fort aty në Elbasan.
çdo takim unë mendoj që takimi dhe me demokrata është i fortë për mua, se unë vlerësoj kontributin e njerëzve që janë përballë. Zoti Saliani, ju e kishit të mirë në Durrës, po më të mirë në Gjirokastër dhe besoj tani kjo shtohet, besoj unë tani mund të jetë edhe Takimi i Durrësit ishte jashtëzakonshëm dhe kishte njerëz jashtë, nuk është faji jon që nuk ka salla që ti nxjerrin po themi demokratët që arriti dhe kjo ditë që të mos i zën sallat njerëzit. Për kjo ditë pa. Ju thoni dhe gjithë televizja bëni që largoni Edi Ramën. Po mirë zoti Saliani, si do largohet Edi Rama? Pse duhet largohet Edi Rama një herë? Ai ishte mandatin e 4, vazhdon nga bon, çaj duhet as si prish punë fare, nuk vjen vështirësi. Pikërisht për këto duhet largohet Edi Rama, për shkak se është mandatin e 4, për shkak se 40% e popullsisë është larguar Shqipëria, për shkak se ka rritje taksash, për shkak se ka varfëri, për shkak se ka korrupsion. Po pse ti ke vjen vështirësi nga ju fare? Po mirë, po flasim për arsyet, jo a jemi ne, a kemi pas ne mundësi që ta arrozojmë, se këtu tani kemi bërë gabimet që i kemi thënë, edhe këtu do jemi një ditë në studio dhe ti ripërsërisim gjitha, po që Edi Rama duhet larguar një orë më parë, për të mirën e Shqipërisë. Kjo është dëshirë, zoti Saliani, kjo nuk është kështu realitet. Kjo nuk është dëshirë, kjo është realitet objektiv, dhe objektivitet më të madh se sa të duash të largosh një kryeministër që është i zhytur kokë kam korrupsion dhe lidhje me krimin, unë nuk shoh, po ky është qëndrimi im. Si e vlerësoni ju dorëheqjen e zotit Gjekmarkaj? Nuk kam një qendrim publik për këtë, ka qenë një akt i jashtëm, ose po e u them shkurt sepse nuk du të hyj në emra, ja thash në fillim, po ju i dini vetë pyetjet. Unë e vlerësoj, po themi që është zotin Gjekmarkaj, unë e kam mik, është një prej personaliteteve më të rëndësishme që ka Partia Demokratike, intelektuale, është fitues si drejtues politik i qarkut Lezhës dhe ka mbajtur një qëndrim më shumë se sa dinjitos në këndvështrimin tim në mbledhjen e kryesisë. Kështu që kaq ditë të them për këtë rast.